Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që e humb. Ndërsa atë të cilin e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet krijesës më të mirë, më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tyre me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këtë hutbë inshallah taala do të kalojmë së bashku rreth një temës shumë të rëndësishme. Jo pse informatat rreth kësaj çështje ju mungojnë juve, jo, i bindum jam se një pjesë e madhe e juaja ka informata rreth kësaj që ka me fol. Po edhe një pjesë e madhe e juaja ka njerë po më hin mendja sikur se mos m'ja dash, m'ja ndu veshin këtyne çështjeve. E po thëm si posaçërisht për atë pjesën e dytë xhamis andej, që nuk ka gjymo, që nuk vjen dikush në thot, o hoxh, apo ju fol që aty në jashtë atje se u kënaqën karika të bo muhabet. E për me i tregu ati atje, e ty këtu, e mum, me tregu se ky momentum, këtë çështje, për çka e na mbledh na, kjo nuk është çështje dytësore, tretësore në fe. Falja e gjymos është një wajib prej wajibateve të fesë. Është një obligim prej obligimeve fetare. Në dispozitën fetare, vajibi, definicioni i obligimit, çka më kupton, shpërblehet veprusi i saj e ndeshkohet lansi i saj. Që me fjalë tjera i bjen, keme u pyet para Zotit për një vajibateve. Keme u vetë. E une nuk me kuptu dikan, që e len punën, i len punë çka i ka, vjen në xhami për me kry një obligimi se kryn. Për atë edhe kena emru këtë hutbe, mos e hum shpërblimin e gjumos. Si ka mundësi njeri me hum shpërblimin e gjumos? Po i dashur jam, e hum shpërblimin, pe thon me fjallë të popullit që ka thonë, vjen hajdar e del hajdar, a vëdan. Pasha Zotin po, nëse bën që to veprime tash kana kena mi përmen, ti shpërblim gjumos ki. E aja vlen që për 20 minuta ligjerat, mas shumë ti, ligjeratin e gjumos, po flas për momentin kur nisu në me fol, e deri sa të përfundoj, në pyetje jonë 20 minuta. Wallahi, s'kisha pas qef kështu me ndodh, po ma e leti s'ko për ta, me lop 2 minuta para namazit bërë në xhami, se me orë në xhami. Besa ndështë edhe një 15 minuta para se me janis hoxha, e me prish, si t'janis hoxha me legjeru, me prish se vapin e gjumos. Si prishet apo si hum se vapi gjumos, unë i kom zgjedh 2 hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na tregojnë për këtë çështje. Hadithi i parë që Imam Buhariu e ka përmend në koleksionin e tij hadithe është i vërtet, që shka thot Said ibn Musayyib. Thot akhbarani Said ibn Musayyib, ibn Shihab az-Zuhri transmeton pi Ebu Said prej Said ibn Musayyib. E ky thot se Ebu Hurejra në ka tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë: "Idha qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghawta." Thot Ebu Hurejra thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: nëse në ditën e gjumos, është fjala për namazin e gjumos, teksa imami është duke mbajtur hutben, dikush i flet tjetrit, qoft edhe nëse i thot tjetrit hesht,
Me qëllim çka? Me ndigu dhe ne, ndigu hoxhën çka po fol, i thot hesht, thot kjo ka humbur shpërblimin e gjumos. Ja Allah. Po do mi dhon tjetër ndigo. Po ai tjetri që në Snapchat, ai tjetri që lun lojna. Po pasha zotin po çeto. Me ne. Këtu dikush jep zor vërtet, ai zotia të lut me lojna. Ja Allah, ja Kerim. O Zot na drejtojnë o Zot. Hadithi tjetër, po ashtu hadithi e Buhurerës, sot ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa që shka e tulshu. Ti që po fol në gjumo, ti që nuk pe kryn gjumon ashtu si duhet, që shka o kat ik, që shka po t'ik, që shka e tulshu. E vallahi, e billahi, e tallahi, nëse dhe që kjo hadith i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka me të ndryshu. Unë e veç thëmë, o Zot, zbut ja zabre këti djeri, se nuk di pse besimtari vjen gjumo. Besimtari vjen gjumo për Allahun mu falë. Pastaj vjen për qëto benefite që i ka gjumoja. Po thot pejgamberi s.a.s. Men të wadda'a, thumme etel gjum'ata, fastemia wa ansata, غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Thot pejgamberi s.a.s. Ai që merr abdes, e merr abdesin që është kërku prej ti me marr abdes, e merr abdesin mirë. Pastaj thot shkon në gjumo. Pastaj e dëgjon thot hutben, ligjëratën e ditës së gjumo. E dëgjon ato me vëmendje dhe hesht, me vëmendje dhe hesht. Do t'i falen mëkatet mes kësaj gjumaje edhe gjumos tjetër. I falen mëkatet mes kësaj dhe gjumos e kaluar. Pastaj madje edhe 3 ditë shtesë, thot pejgamberi s.a.s. Le që i falen mëkatet mes kësaj gjumos kalume, edhe 3 ditë shtesë. Pastaj thot pejgamberi s.a.s. ndërkaq ai që luan thot me guraleca, sa vesh me lut me guraleca. Luan thot me guraleca. Tash më thot ai ka humbur shpërblimin e gjumos. E ka humbur shpërblimin e gjumos. A për shët dashur e mi sa rrezikshëm është. Bën sabër o i dashur jam. Në xhami e ardh me adhuru Allahu subhanahu wa taala, me kryen obligimeve të Zotit. Pse ne kur zbresim tash e falim gjumon 2 rekate? Pse? Pse falim 2 rekate? Se ato 2 rekate tjera i zavencon hutbja. Për atë pejgamberi s.a.s. ka qenë shumë i qartë në këto. I qartë. So që ulemat kanë diskutu, kanë thonë me se dhe dikush hinë xhami. Jep selam, zdut mja këthy selamin. Zdut mja këthy selamin. Nëse të shtit, nuk duhet mja këthy, nësa i thot, elhamdulillah, nuk duhet mi thonë të jarhamuk Allah. Pse? Krejt qëllimi është që mu ndëgju legjërata e gjumos. Për atë dashurit e mi të kem kujdes. Wallahi billahi, unë e kom marë me qëllim me hol me këto se bëndojsha që ko pas ko të folë vetëdisona ata atje. Po së shtu jënë vetëdisu e për dhime, se për mu, wallahi edhe në lastik ja u blej, aty ndashin në lastik dhe të lujna votan. Ndash fartopja u bëj, bashkë që ka vend sa dush, lujnë me gollat vogla knaqen a votan. Ama qëllimi dashurit e mi është të më thonë që me pas rrigë Allahun subhanahu wa taala. Ai cili se ka dit, nuk e ka dit këto, i falet inshallah taala. Wallahi ai që më kanë dëgju mua në hutbë këtu, ai që unë disa herë kam fol për këtë çështje. Edhe ai vazhdon të, unë vallahi po i them pik tujt, po i them ti e ka vjen veç e ka lodhësh. Se vop gjumos nuk ki. E këto që Zoti e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo hoxharnes. Kisha pas qef mi bodhe disa përkujtime rreth kësaj teme këna. Jena hyn në verë. Ka nis në xheti. Tash se cili vjen apo i vesh teshat të cilat me ato tesha i ndjet komod. Por se rregullat e namazit janë rregulla që nuk hyn ato në teke. Nuk hyn teke. Muslimani duhet me pas kujdes kur të vjen me fal namazin,
Tash na e na onë që të zemon, që jarë farë zemoni. Me thonë, kur t'vjen mu falë, veshë që shduhet, a jashtë, jo, muslimoni i mirë, veshët si xhamis, si jashtë xhamis, çdo herë duhet me pas kujdes, nuk del gjësysh. Avretin e ti, duhet me mbulu. Mbulimi i avretit në namaz o pi kushteve kryesore të namazit. Fukahat kanë diskutu deri ku llogaritet mos prishje e namazit, deri ku llogaritet prishje e namazit. E sidomos dashurit e mi me këtë modën e re, me këto majicat, Allah i boft rahmet që po jon atë shkurta që kur të bjen sejdë, më ndër me thon krejt para panicën në eçat autan. Taksirot më dikush në Bastia autan. Kujdesi dashur jam, se çplimi i avretit, më të shplu avretin pjesën e prapme, më të shplu të hanefit, thojnë katër gishta, se kanë thonë fukahat, shka diçka pak, nuk e prish namazin. Disa tjerë kanë thonë, jo, është sa një dinar. Disa ulemat tjerë kanë thonë, që kjo vallahu ta'ala alem, është ma e për afërta, kthehet të urfi të adeti njerëzve. Qka është të njerëz, avret i shplum, logaritet i shplum. Kujdesi dashur jam, kur të falesh, vjen në xhami, merren një majic më të gatë. Kjo është edhe edep me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj është edukat edhe me njerëz për rreth çka i ke. Kujdes do më thonë çka po vesh. Duhet mu mlu avreti. E mlën avretin, pastaj do të thotë mos të kjen teshat, se mundet më konë vin tash me këto pantolonat, do të thotë lana që shi thojnë, ka të i dukshme, këtë trupi i vizatot, apëtan. Shëriati e ka obligu që mu plëtsu, do të thotë, kushti i namaz, do të më kona avreti më blum. Nja, e dyta me qenë tesha e gjonë, mos me përkufizu trupin. Me qenë e teshe e mbulon krejt. Kështu që të kemi kujdes dashurit e mi. Të kemi kujdes edhe njerë po thomë. E për lës pasha zotin, sidomos juve që t'ja shkajni. Sidomos ju ashabul karika. Ju që ka parinin karika atje, si me konë kafe të ensari. Amanet mos bëni muhabet. Amanet mos bëni muhabet se ju e një të i bo dy gjinohe. Gjinohin e parë që s'po i binde një fjallës pejgamberi s.a.s. E kjo shumë e rondë është. Gjinohi dytje ka i pengon një rob të zotit që jënë orë, dikush që ndështa vjen 2-3 minuta para zonit, se që ashtu e ka punën, e nuk mundet me i këtu mbrenda, ka qep më konë mbrenda këtu, me pa hoxë që apo flet, e me ndëgju, do në me ndëgju, atje ti selen me ndëgju. Para Allahun, kujdes, edhe kujdes për vetën tënde. Se kje ka e hupë se vapin e madhë, e ndëgjove hadithin edhe për përmbylli me këtë hadith edhe njerë për i përsëris. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dhëtë, kush merë avdes në shtëpin e ti, e përsos avdesin, merë avdes si duhet, vjen në xhami, e ndëgjën hutben, e ndëgjën edhe duke qeni heshtur, jo duke fol, i falen thot gjinohet, e kësaj gjumoj edhe gjumos e kaluar shtes të rritet. E ndërsa ai i cili thot lun me guraleca, ai nuk ka shpërblim të gjumos. Muslimani duhet t'jati kujdesshëm dashurit e mi. Kur vjen gjumo, ta shkret nuk i kam këto mundësi, unë e di që ti kush në punë, vjen pi punës. Me rancijo tesha me qene pastërt. A sünnetet të gjumos është me marë gusull, mu parfumos, me vesh teshat, ma të mirat kuj ki. Qështu kam pas prej selefit dashurit e mi, për i muslimanve të partë hershëm, thot vallahi thot i kam pas një partesha, vetëm se kur jëm dalë, do më thonë me bo namaz, ato i kam vesh për namaz. Qështë kanë madhëru këtë adhorim të madhë, e madhërimi i namazit, në nënkupton madhërimi Allah subhanahu wa ta'ala. Na e ki pa kur dojë me shku një takim, në thirë dikush një takim. Qka bojmë na? I marim teshat kujnë matë mirat ndreqen. Për kuj? Për bol një kryese. Po ku me të kryu si në zemrën tonë? Allahu na përmisov gjendjen tonë. Na i falë gjënohet tona. Na both prej të mirëve, ja Rabbel Alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.